Përshëndetje! Mirë se erdhët në Kripe Piper, unë jam Alfio. Dhe unë jam Indriti, ja ku jemi përsëri me recetat tona. Një recetë fantastike, sot kemi një plum cake super me fruta pylli, me çokoladë, me kakao, me shumë gjona. Sot do jetë një recetë shumë e veçantë që duket se ka shumë ingrediente, por janë shumë të thjeshta. Edhe kemi shumë e shpejtë si recetë. Shumë e shpejtë si recetë. Bashton vetëm të mbani shënim ato gjëra që mund sipas radhës që do të fusin në receta. Merrni një letër dhe një stirolaps dhe shënoni gjitha ingredientet që na duhen për recetën e sotme. Plum cake me kos. Për 4 persona ju duhet 3 vezë, 140 gram sheqer, 250 gram kos, 100 gram vaj lule dielli, 180 gram miell, 60 gram niseshte, 1 limon, 16 gram maja, 50 gram kakao. Për kremin ganache ju duhen 100 ml pana, 100 gram çokoladë. Përveç këtyre ingredienteve, sot kemi një ingredient special, shumë të mirë. Sot me ne do gatuaj një nga gosat më të bukura të Shqipërisë, fituesja e Miss Universe 2013, Kristina Bakiu. Kristina Bakiu. Bakiu. Erda. Ciao. Si je? Mirë. Si jeni ju? Përshëndetje Kristina. Përshëndetje. Mirë se erdhe mes nesh. Sot receta do jetë shumë më mirë dhe shumë më bukur Do duket. të ketë një ingredient special si sta më parë. Po, që je ti. Do fund apo fillim? Doj si je ajo si lulja mbi tor ose si qershia. Qershia mbi tor, no lulje mbi tor. Me që se janë veshur të kështu. Si për tortë kështu. Fiks. Ti gatuar ndonjëherë? Po, kam gatuar. Shumë bukur. Sot do të bëjmë një provim të shkurtër. Do të bëjmë një provim shumë të shkurtër. Shohim që do t'i bëjmë dhe pas pak pizduar. Se t'ja dalë, kam të thënë të gjata. Da, sot nuk di fuzësh duart në brumë, kështu që vetëm do përzish ingredientet me radhë. Jemi në teknologjinë e re tani, kemi mini pinner, mixer. Miksera Gjona, sot do përdorish këtë në fillim. Ke përdorur ndonjëherë? Po, kam përdorur. Super. Marrim tasit. Okej. To, heqim te. Edhe kemi vezë, fillojmë me thejmë vezë me sheqerin, që është baza e çdo torte, apo kek. To di thej unë. Sheqerin e them vetë. Okej. Ki provuar ndonjëherë plum cake, Kristina? Jo, s'kam provuar kek të thjesht, po, por. Okej, do shikosh se sa nuk janë shumë mëlçia sepse nuk e shoh në linjat tona. Po, i haj, por tani kam filluar t'i ralloj. Një çik e bëj për familjen kur e përgatis. Je me djeti? Po. Sot dieta për sot do ta prish, po. Kristina harroi dietën. Çego e ke këtu majtë se ke maksimum, pastaj 1 2 3 4 5. Largo pa kardio se simas me do na bëj flok kaçorreta. Vazhdo, Mirë, pak. Në rregull, mos e ço kur le gjithmonë aty, se ndryshe do kërcejnë vezë gjithandaj. E di. Ishte një incident i vogël ai. Është shumë e rëndësishme që vezët me sheqerin do fryhen derisa të formojnë një krem. Do bëjnë një krem. Shumë të mirë. Ne ndërkohë tash do marrim miellin, do marrim majan për ambelësira edhe nishestën e patateve edhe do e shisim gjitha bashkë ti përzim. Okej. Prandaj, ti the ëmbëlçia nuk të pëlqen. Çfarë të pëlqen diçka speciale? Më pëlqen, por nuk duhet t'i haj për hir të profesionit. Po edhe ne nuk duhet t'i hajmë, po çfarë të bëjmë? Provo këtu, provo atje. Do marrësh të bëjmë shumë një linë perfekte, ha? Po. Duhet. Me dietën që ke ti çfarë han zakonisht gjatë ditës? Atëherë, këto kohët e fundit sakt se nuk është se kam mbajtur dietë rregull, por kam filluar të heq brumrat, gjërat me miell sigurisht, niseshte, ato që më fryjnë. Domethënë sot kemi vetëm niseshte, miell. Po, përveç të tham do ta prish. Sot kemi gjitha nga ato që Kristina nuk ha. Që ju ure, prandaj. Normalisht alkoolin e ke hequr. Po, alkoolin po. Se alkoolin që e parë të fryr. Edhe ne nuk bim shumë kohë të fundit, vetëm 5-6 koktejle në çdo natë. Shikoni sa bukur po fryhet veza me sheqerin. Kjo është pjesa ime preferuar e kekut. Kush? Veza apo fryrja? Fryrja që bëhet si krem. Edhe përzierja sigurisht. Ne shisim gjitha gjonat bashkë, marrim një tas të madh. Ne fusim gjitha brenda. Vendos kështu. Prandaj, i hedhim me avash që mos miellin, shkatrojmë gjitha. I hedhim niseshten që ty nuk pëlqente. E ke eliminuar. E kam eliminuar. Do i hedhim majan. Majaja mendoj se e din që është për fryrjen
plum cake-i. Është shumë e rëndësishme përdorni një maja që ka kështu përmbajtje vanilje, ka një aromë shumë të mirë. Vaj. Unë jam kurios, Kristina, të bëj një pyetje. Po. Të pëlqejnë meshkujt që gatuajnë? Po, më pëlqejnë shumë. Okej, unë jam Ilia. Më pëlqejnë duke qenë se nuk është se ja them mirë vetë gatimit, kështu që Po atë, me që kemi do ishte një plus për mua. me që kemi plan cake-un, ta kanë sjell ndonjëri në kërvat kështu mëngjesin kështu me plan cake. Ja, akoma jo. Akoma jo, ka Okej, jam akoma Ilia. Vazhdojmë me sidin e mjedhit. Atëherë, me Alti të ndihmoj pak ta ulish Shpejtësinë. shpejtësinë, sepse do të Faru. përzim mielin. Okej. Sot do të bëj gjithçka ti, edhe do të shohim rezultatin tënd çfarë bën. Edhe do të hedhë. Pet. Jo Kam majtë, parë. të djagës e rarë. Te, Ah, okej. treshi. Okej, se ndryshe do kërcen mjedhit si përpara veza. Po. Atë, ne I hedhim nga pak sepse mos na formoj kokrizat. Edhe pastaj do fusim brenda vash avash vajt, fije, edhe kosin, si përfundim. Edhe do jemi gati për të futur plum cake-un në furrë, që kemi ngrohur paraprakisht, Mendoj normalisht. se Kristi jemi gati të futur Kristinën në furrë. Jo. Tani ule pak shpejtësi, se do... Ja, Okej, hedhim këtë finalen, fundi shtojmë fare. edhe kosin. Nice. Ne realisht jemi më keq se ato që gatuajnë shtëpisë, ne bëjmë vendin lamsh. E bëjmë lamsh. Asë nuk u bë shumë. Por Ta siguroj që në kemi shpëtime atë bëjmë keq. kemi atë vedinë e mirë që pastrojmë. Pastrojmë po, para se Kjo të është pastrojmë e fillojmë të pasoj ti, jo Kjo ti. është e rëndësishme. Jo kjo ti, është. jo ti. Dhe si shikoni ka dalë një krem shumë I mirë. Fal Kristinës që din ta Po, fal manovroj meje. situatën. Faleminderit. Çoje paga këtu të cepat, shi, edhe do fuzet bashkë të cepat. Okej. Çoje edhe pak. Oh, la super. Po një pyetje kam unë ndrito. Po ne që nuk hajmë pana, pse nuk jemi elegantë si Kristina? Kjo është. Po. Sepse nuk dim të bëjmë sfilatat. Do shta hani gjëra të tjera ju çuna. Kristina, unë dua një kërkesë nga ana jote që të na mësosh se të bëjmë një sfilat mode. Se e dim se pëlqen dhe moda dhe je angazhuar Që je edhe në modë. modele, është pëlqen edhe moda. Do na mësosh? Okej, leja te motorin, se unë jam kështu, e kam në zemër se nganjëherë heci Charlie Chaplin. Një gjë shumë e rëndësishme që do bëni, me pak gjalp Kemi vitam. gjalpin Vitam që do na shërbej. Edhe përdorim gjalpin vitam me përmbajtje kosi, se kemi kos edhe tek ambëlsira jon. Do na shërbej që mos na ngjitet plan cake-u nëpër bordet edhe në fund. Prandaj e lyjmë me shumë pak gjalp. Si kam. Edhe do I hedhim shumë pak miell, sepse mielli ndihmon për mos ngjitjen e kekut. Këtë e dihet bëj edhe ajo. unë, po. Te keku ne do hedhim një ingredient akoma më sekret, domethënë një ishte ti. E dyta është Limoni. limoni. E kuaj limonit. Te limoni I heq atë aromën e vezës dhe ngrim këtu brenda. Me agjo, Vetëm bardhen, e? vetëm bardhë e limoni sepse Jo, vetëm verdhën e verdhën. limonit. Se gabova. Bardha është brenda pak. Kemi Se e bardha është e hidhur. Kristina na emocionon shumë këtu brenda. Sepse Spaj Kristinës. si e luan ajo kekun nuk e luan aty. Sot do bëjmë një plum cake në tavë, në një tavë shumë të vogël. Që- Edhe do bëjmë sa mono racione. Kemi sa stampo silikoni me ngjyra shumë të lezetshëm. Por edhe ato do I lyjmë me pak gjalp, vitam dhe pak miell. Atëherë, ne kemi marrë dhe forma. Zakonisht plan cake-u ka formën e gjatë, por me që kemi pak më shumë Do I hedhim rimbushje, dhe forma. të I bëjmë dhe ca plan cake vegjël, sepse ti je me dietë dhe ne do t'japim shumë pak. Po, ndaj shumë Realisht, pak. ne I plotësojmë Një edhe të atë boshkët, pjesën po e të bukur edhe shumë të mirë. Çuna, unë kam Tani një kjo është pyetje. gati. Unë kam një pyetje. Sepse unë kur gatuaj në shtëpi, ndodh që mos më pëlqen gatimi, normalisht. Ju ka Në ndodhur fund fare. Po. Unë I them, çka kam bërë një gjë shumë të mirë. Edhe fund Edhe fare. ulem gjithë duke ngrënë edhe them, Nuk ka "Ma shijoj kjo." Do na pyet edhe ka ndodhur ne Po, ndonjëherë. do të pyes ka ndodhur juve. Faktikisht ka pas raste që nuk na kanë dalë siç donim gjërat. recetat perfekte. Sidomos kur ishin pjesë e shpikjeve tona çuditshme, por shija ka qenë gjithmonë shumë e mirë.
Vetëm te rezultati i syrit nuk e dalë kështu si doni më. Ose si bëjmë në restorante gënjejmë. Gënjejmë. Ne gënjejmë shumë. Ua, zëra sekrete? Do thonë, po. Tani Ke bërë këtë një e zëra themi sekret. hapur. Do thonë, nëse klienti nuk i pëlqen diçka, duhet të kjo pjesa që do ta gënjesh pak. Që do thosh, domethënë, e ke hëngër një vend tjetër shumë keqe, kjo është Më e mirë. Këtë një duhet, se bësh më mirë. Se edhe gënjesa ndonjëherë duhet, si të bëjmë pak a shumë për gdhelje klientit, që e ti dalë Duhet. kënaqur. Po. Tani brumin e kemi Është gati. realisht na ndodh E shumë pak. fikim. Plankeku do fryhet, se ka majan, ne do mush deri në gjysmë. Po. Se çse i mushim plot, Gjysmë plot, do dalin çdo gjë për jashtë. vjen me ladhe furrin. Furra. Nuk është keq, e kam marrë tani dorën direkt, me për pak minuta. Imagjino, ta kemi çdo ditë në studio, se çfarë do ndodhte. Do na thonë të ikni për jashtë ju se be vetë. E bëj vetë. Kujdesshëm. Emisionin. Edhe këto gjithashtu deri në gjysmë, mos i mbushni plot, pa bë pis. Okej, kaq. Madje edhe çik më pak se në gjysmë. E ne kemi bërë gati 6 tampo, po nuk di ka bruin për gjitha, kështu që bëjmë vetëm të treja, s'ka problem. Se s'du i hajmë gjitha, si nuk mos shëndoshemi. Po, tani, kemi furrën gati. E kemi vendosur 170 gradë. 170 gradë. Duhet një 30 minuta pjekje për këtë tavën e madhe, Na ndërsa për të fryhet vogël shumë, na bëjnë si tullumbac. 15-20 minuta. Marrëmi tavë të vogël. Kujdes. Po, vendosi Po këto këto do i këtu. bëjmë ngjyra apo jo? Silim kështu. Do realisht do i lejmë natyrale, se do bëjmë një Okej. Do i bëjmë pak ndryshe nga një tjera. krem tjetër, që ta shpjegojmë më vonë. Vazhdo. Okej. Atëherë vendosim futim furr. furr dhe për 30 minuta. Futet e këtë? Apo ke fikë të djegë duart? Pasojmë pak vendin se kemi Tani, bërë jo Kristina, lam kjo shumë është pjesa se jone kemi preferuar. bërë. Ja se Se pastroj do unë. kjo. Mirë. Zoluja kur të ftuarin ton ta pastronte vendi. Ka gjë bëjmë me Por unë jam akoma me atë idenë e sfilatës modës, se e kam Okej, shumë. tani jemi të lirë për ta. Okej, vazhdo. Si ba? S'ka gjë edhe pse jam pis. Okej. Mirë, shumë Pas Kryesta. bëjmë ganashi. Kështu. Të hecim kështu. Vazhdo. Është fillimi. Unë po presu. Dalim, kam ra pas kena, Po, dhe bëjmë një pauzë të thjeshtë këtu. domethënë ta bëjmë kështu. Si të duash, Okej. ndosh pa duar, ndosh pa duar. Unë do ju shikoj se unë nuk do bëj gjë. Vazhdojmë me këmbën e djathtë, gjithmonë. Këmbën e djathtë. Vazhdojmë. A do të thonë si kalsor kështu. Tak. Si kalsor. Vazhdojmë me këmbën e djathtë dhe mundohemi që të ecim drejt, që këmbët mos të kryqëzojmë shumë, por edhe jo drejt. Thënë duhet jemi në një V. To. Dhe ecim. Hajde, mbrapa meje. Okej. Vaj. Bëjmë pauzë këtu. Ja mora dorën. E, po Tani, nuk vlen se do ky më nuk japësh ka botën taga. tënde, okej? Okej, hajde, vazhdo. Pozet. Bravo. Vetëm shumë thimi mirë. me Bravissimo. dorën, po thimi e kam kështu si Michael Jackson. Kemi plum cakes po piqen në furrë, tani do bëjmë ganashin me çokoladë. Po. Na duhet një tenxhere vogël. Do ndezim. Një kështu, ne bëjmë dhe kështu akrobaci nga një herë. Hop. Kujdes. Se më biton kokë. E ndezim në maksimum. Pak gjalp vitam. Jemi bërë kështu, se ne bëjmë si operacion, doktori. Pincën, tak. Atë, thikën, pak. E shkrim gjalpin. Vendosim çokoladën. Po. Okej. Edhe sa fillon të shkrin çokolata, Dhe i hedhim pan. atë të recetës tënde të preferuar, që është pana. Edhe e lejmë duke u zirë derisa reduktohet, që të bëhet një krem për të vendosur si me Këtë unë plum nuk e dija cakes. për shumë, në mëstova. Është shumë e thjeshtë. Që të shkrin thjesht çokoladën, që ndodh. Do shkrin çokolata, pastaj do forcohet shumë. Po. Ndërsa ne kur e bëjmë shumë me pak gjalp edhe me pana, 100 gram çokoladë, 100 gram pana, e le të zihet që ta vullojnë pak nga uji i panës. Edhe pastaj kur fillon të forcohet, mund të bësh një si quhet si krem. një bules pankeku Bules sipër pankeku. me çokoladë. Një dekor. Që është edhe për shije. Do i vendosim sipër frutet e pyetët e do dalë një diçka shumë fantastike. Më thonë se me që kemi çokoladën e ëmbël, frutet e pyllit janë pak tasa dhe bashkojnë shumë mirë njëra me tjetrën. Oh, Mirë. po vaj. Mendoj se çokoladën e bën shpesh në për shtëpi apo jo. Si quhet ajo?
Choco krem? Buding? Buding. Ah, buding. E kam pas bërë kur isha me vogël, kërsa tani. Apo çokoladë nxehtë tani fillon ftofti, ua, sa Jo, të super. let në shoqëri, Me në pak për banë, në për ambiente të ngrohta, Po. gjithë bashkë. E konsumoj edhe Ah, shiko. Se thash që duhet me dietë. Okej, u bën dy ftesë, dy bëjmë ftesën për çokoladë dhe ftesën për darkë. Ja shiko si shkri komplet çokolata. Dhe tani po vazhdon e zihen bashkë me panën. Që ndodh kur gjatë zirjes, pana e humbet. Ky është avulli që del, është uji që përmban pana dhe do reduktohet. Sa fillohet bëhet kremoze, do e fikim. Reduktohet. E pastaj do e fikim. Edhe ndërkohë plumcakesat që më të Plumcakesat i keni keni gati Kemi për provuar pjekjen. një kunj. Ose një stikadent, si thonë. Stikadent? Stikadent. Të ma. Atëherë futet dhe provohet brenda, sepse nganjëherë zbalancon Po, furri po. temperaturën, e fut deri në mes, edhe nxjerr. Atëherë edhe shikon. Në qoftë se është i thatë, që në këtë moment është pak i njom, Që s'është shpjegur. nuk është shpjegur akoma. Kur ratje ku e fut e nxjerr dhe e shikon e thatë, është super. Okej. Gati. Domethënë kjo ishte prova. Marrëm një tavë që tani do vendosim plumcakesat që janë pothuajse Okej. gati, ato të vegjlit. Ne po i marrim të vegjël që kemi Po gati. djes dorën, i vendosim këtu edhe pastaj direkt do i hedhim ganashe me çokoladë sipër. Ja ku i kemi, shiko çfarë fryrje, çfarë ngjyra. Që kemi bërë. Komplimenti Kristina. Po, faleminderit. Gjithë Kjo merita është jo. pothuajse gati. Mendoj se gjithë merita Kristina që kanë janë fryrë të bukur, se zakonisht mua më çajnë kështu anash, o majta, o vërtet, djata. për të Ti ka kështu. Kam pas këmbën e mbarë. Dorën e mbarë se ju kam. Këmbën që erdha dhe dorën që i bëra. Isa bukur. Shikosh të trashit? Okej. Po dhe. Atëherë Lyrja shikon si i heqën gjitha. Duke djegur dur. Doj. Oh, shif. Është shumë e rëndësishme që vazhdojnë të përzihet sa më shumë, që mos ngjitet. Dhe të forcohet. Shiko se u ka trashu se krasime parë që nuk ishte kështu. Po. Okej, tani mund ta bësh provën e saj. Tak, Shikon si del direkt, s'ka fare, zero. është i gatuar, është perfekt. Top. Po. Ja, Nice. Sa ganashe sekrete. kemi gati. Janë sekreti mirë shumë. Këtë të kuptuar nëse janë pjeka, gatimin po. janë gjithë sekrete dhe mistere. Po. Hop, shif, bukur doli. Realisht ka disa receta bazë që mjafton ti modifikosh pak. Edhe E ti bësh sipas shijeve. E Të personalizon. personalizoj Sa gjithë. mirë çuna që jeni në një emision të tillë që edhe unë të rrit mësoj çik më shumë. Shiko. Ja, si shkoni se ju haporeksi. Po, E pastaj thot nuk ja e mëlçirat, nuk është e vërtet. nuk është e vërtet. Tani, te e heqi edhe marrim tjerat. S'ka nevojë të mbulohen komplet. Sa fillon e ftohet pastaj çokolata, do i vendosim frutat e pyllit sipër që ngjiten. Okej. Shiko si ndro komplet. Nice. Ti kam ku s'ka çokoladë. Edhe një. Uzo doja gishtat. Shiko si Super. duket si ato dukem si fëmijë i vogël realisht, nga ato ata hajt tani direkt apo? Do të digjesh. Ola. Pastaj çik dur. Ja vlen të digjesh. Tani, në kohë që ajo e madhe apo piqet, ne këto Ne pothuajse kemi gati. Kompozojmë pjatën, që është pjesa kryesore, sepse të kemi një vajzë aq të bukur këtu në studio dhe mos kompozojmë një pjatë të bukur, nuk ka. Vendosim frutat e pyllit. Sa mirë. Kemi gjithë Se unë elementet. me kompozimin si jam pak mbrap. Nuk është se kam super kompozim. Ja. Duke shtypur pak. Citrinë ngjitur te çokolada apo të presi për gjys. Ta ashtu që ke mballë faktikisht, E presim pak. sa bukur dalin shumë me luster. Pak. Edhe këtë se boronicat janë shumë gjigante. Janë shumë mëdha bronicat. Do të rritet në një mal. Hop. Dhe se mos t'i tava. Kjo nuk rrit, edhe inklusive. Iku dhe bronicat. A ver, kemi këtë.
që është okej, se do ftove ti çik më shumë çokoladë, prandaj u shkasim. Duhet që të qëndrojnë. Okej. Astaj mund t'ja hedhë edhe në pjatë frutat, s'ka problem. Ja, kur ku ata është? rrotull. Edhe pastaj kemi pak sheqer pluhur për ta kompletuar komplet. Edhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme se tjerat, një gjethe menta. Ne tham se do të vejmë, kemi Kristinën që shie mbi tort, prandaj Unë do ta ha. Kristina do ta provoj. Kështu që tani hajde vazhdojmë ta provojmë recetën. Si ka dalë? Wow. Sa ne shumë bukur. kemi përgatitur një restorant vogël këtu, zakonisht provojmë gjithë ushqimet që bëjmë. Zakonisht jemi unë drejti që i provoj, po sa do i provosh vetëm Sot do ti. ulet vetëm ti, ke një privilegj. Po dhe Më pëlqen shumë. Me sa di unë ti ke provuar të bësh prezantuese, kemi fjalafësit moderatore, kështu që sot programin do mbyllesh ti. Prezantosh ti. Okej. Ta marroj? Ta marroj. Se kështu jemi edhe unë e ky zakonisht. Asa do mund të emisionin e vazhdojmë live. Ju vetëm gëm. Kjo ishte dhe emisioni Krip dhe Piper për ditën e sotme. Unë nuk naqesh shumë me çunat, gatuam një cake special, një super plum cake. Atëherë çunat i keni si çdo ditë në orën 6 në InTV. Mos mungoni të shihni recetat e tyre fantastike. Ciao! Ciao, mirupafshim!